Njëri pasi vendosi këtë në kokë pa alienët. Po, kjo është historia që na ka treguar një miku ynë që gjendet dhe këtu, mes nesh, ndonse nuk është shqiptar, po më ka treguar një histori të çuditshme. Madje kjo histori ose kjo metod lidhet edhe me shumë fakte të tjera që unë dua t'ja u shpjegoj pikërisht sonte. Është thjesht një alumin, nuk është asgjë tjetër. Një alumin i vendosur në kokë. Po pse? Tani po ja u tregoj. Atëre, para pak vitesh, një shoku ynë, pra që gjendet tash këtu mes nesh, është italian, është nga Torino. Më tregoi një histori të çuditshme që pastaj e verifikova me kalimin e kohës. Ai ka vite i kam bërë dhe një intervistë atij, por që e kisha përgatitur për ta bërë këtu për një kanal televiziv italian. Dhe ky zotëria, kur ishte i ri, bllokoi natën. Dhe aty për aty nuk i dha shumë rëndësi këtij bllokimi, por me kalimin e kohës ai kishte edhe shenja nëpër trup. Shenja sikur ta kishte kapur dikush, sikur ta kishin tërhequr etj. Dhe kështu ai me kalimin e kohës donte të kuptonte se çfarë ishin këto shenja dhe shkoi tek mjeku. Mjeku i tha, nuk janë asgjë, dikush ta ka teksa ke lozur ta me shokët ose me familjarët, dikush ta të ka prekur fort dhe të ka lënë shenja. Ai nuk i tha gjë mjekut, sepse e dinte shumë mirë, sepse jetonte vetëm, e dinte shumë mirë që nuk ishte ky fakti. Dhe ç'bëri? Shkoi tek një prift që të pyeste nëse kishte ndonjë të dhënë. E di që ndokush ka ju tani do thotë ç'pun kishte ai tek prifti. Në trojet shqiptare vend tek hoxhallarët, dhe ai shkoi tek prifti, sepse mendonte se ishin demon ose diçka që e kishte pushtuar atë në momentin që ai flinte gjumë. E kështu shkoi tek një prift, nuk i dha rëndësi shumë ai prift dhe vetëm e pyeste, donte të dinte më shumë prifti se çfarë ishte. Dhe kështu shkoi tek një prift tjetër dhe kështu me radhë. Nuk gjeti zgjidhje. Madje me kalimin e viteve, ai filloi që të kishte edhe probleme të tjera. Natën kishte patur raste që ishte ndjej i lodhur, ndjej i djersitur, ndjej edhe sikur të kishte udhëtuar, sikur të kishte shkuar diku dhe në mëngjes shpesh nuk ngrihej nga gjumi, pra ngrihej vonë. Dhe meqense i pëlqenin, nuk e dinte dhe ai pse i pëlqenin këto konferencat me alienët, një ditë mori pjesë në një konferencë ku flitej për alien. Dhe njëri nga këta, pra nga relatorët, një psikolog, duke biseduar, pra duke thënë diçka në një konferencë, ky i kërkoi, Roberto quhet ky djali, i kërkoi çfarë është kjo, tha, ky kontakt, kjo gjë, tha, që unë tha gjatë natës kam probleme të tilla. Dhe psikologu i tha, sepse psikologu merresh me këto, që është një nga psikologët më të mirë, le të themi, në Itali, që merret pikërisht me këto fakte, që kemi edhe mikun ton, Gennaro Pepe, dhe i tha, shiko, tha, problemi yt nuk është njerëzor, por ti ke tha një problem, tha, që të rrëmbejnë. Kush më rrëmben, thaj? Dhe nuk e mendonte aty për aty. Si përfundim, ai i tha se çfarë duhet të bënte. Pra, të merrte një flet alumini, si punë e kësaj, nuk do bënte asgjë tjetër, veç se të fletën e alumini, një copë flet alumini si kjo, vetëm ti bënte një formë antene mbrapa, pra në këtë formë kështu, si punë e kësaj, dhe në momenti që ai e vendoste në kokë këtë, e di që ju duket për të qeshur, por dëgjojeni, është një histori. Një histori që ngjason me të vërtet, sepse ka diçka që lidhet fort me këtë që do t'ju them tani. Më ndiqni me vëmendje. Kjo është ajo mënyra dhe mbron kokën nga frekuencat. Mbron kokën nga frekuencat. Po pse? Nga kush e frekuenca? Çfarë janë këto frekuenca? Tani po ja u tregoj. Nuk e di e keni parë apo jo. A e keni parë filmin Sign, me Mel Gibson? Pse tek filmi Sign me Mel Gibson vendosin pikërisht një të tillë, pra në kokë? Dhe tjetra, pse në për portofole, që ja u kam treguar, ndoshta nuk e keni parë, por ja u kam treguar që në për portofole, kur kaloni për shembull që shkoni me ato janë disa aparatura që ju vjedhin parat,
I keni para apo jo? Me ato aparatura, ata ju afrohen, pra nëse keni portofolin, dhe kanë këta aparatin dhe mund të marrin para nga portofoli juaj që keni kartat aty, sepse ato deshifrojnë kartat. Dhe në qoftë se ju vendosni një nga këto, nuk ka mundësi që të kuptohet sepse nuk depërton, pra e mbron, është si punë metali që e mbron, pra mbron kartën që ti mos ta lexosh kartën. E njëjta gjë nga shërbimet sekrete. Për ju që nuk e dini, për shembull, në shërbimet sekrete dini se çfarë bëjnë? Sa herë që kanë pasaporta të dyta, që ta dini këtë, po ja u them, pasaporta të dyta, çfarë bëjnë? I mbështjellin pikërisht pra me letër alumini dhe i vendosin diku. Dhe skaneri nuk mund t'i perceptoj dot, nuk i kap dot skaneri. Dhe kjo bëhet, ata që janë të shërbimeve sekrete kanë 2, 3, 4 apo 5 pasaporta. Dhe ç'bëjnë ata, i vendosin brenda këtyre aluminit që ti të tregoj ai vetëm një. Ka vetëm një që tregon, por të tjerat i ka fshehur. Dhe nuk është vetëm në këtë, por në çdo lloj fushe, frekuencat nuk depërtojnë me këtë. Pra, depërtimi i frekuencave. Dhe çfarë i ndodhi këtij djaloshit ti Robertos? Ai në momenti që vendosi këtë, thash që ai nuk e dinte deri në atë moment, siç na i ka treguar, sapo vendosi këtë, që ditën tjetër, pra ai pa se çfarë ndodhi. Na i ka treguar, nuk isha vetëm unë, ka thënë dhe të tjerë, por i kam bërë dhe intervistë tash, nga muri, direkt nga muri, tha, me fjalë, përpara murit, jo nga muri, por përpara murit u krijua një vorbull si tip galaksie, parafërsisht që rrotulloi, si tip porte, por në një formë, tha, si blu, në qendër si e bardhë, parafërsisht. Dhe nga aty, tha, u shfaqën dy qenie. Njëri nga këta tha që kaloi me këmbë, sikur të kalonte një portë, dhe u fut, dhe u gjend përpara meje, pra në dhomën time, unë e pash. Dhe erdhi dhe tjetri, dhe kur ata e vurën re që nuk isha hipnotizuar, sepse aty kuptova dhe që ata me hipnotizonin gjatë atyre kohërave, pra gjatë gjithë viteve, kur e pani që unë kisha këtë në kokë, që nga jo ditë nuk janë shfaqur më, që nga jo ditë nuk janë parë më. Tani, ai, ndoshta dikush nga ne mund të thotë për shumë, mund të ketë qenë një halucinacion. Dakord. Po si është e mundur një halucinacion në këtë rast, sepse në këtë rast ai një herë pa, po si është e mundur që ai ndër vite kishte këto probleme. Dhe pikërisht kur vendosi këtë, pati halucinacionin. Pra, si është e mundur, sipas jush? Është një pyetje tepër e rëndësishme dhe do të dëshiroj një komentin tuaj. Pra, në momenti që ai, Roberto, vendosi këtë, ai pa disa specie, parafërsisht shu, si që vuri edhe Mel Gibsoni, Mel Gibson e vuri kështu. Dhe priste se mos vinin alienët. Dhe në momenti që vendosi këtë, alienët u shfaqen. Pra, u shfaqen. Jo se u shfaqen, po ata ishin aty vetëm që ai në atë moment mundi t'i shihte. Pra, kjo është diferenca mes një pa frekuencë, pra pa mbrojtur nga frekuencat, me një kokë pa mbrojtur nga frekuencat, dhe një me një që mbrohet. E njëjta gjë, siç ju thash, ashtu siç bëhet edhe me portofolat apo me pasaportat, me çdo gjë tjetër. Pra, ky lloj sistemi mbron nga frekuenca. Duhet të dini që çdo gjë është frekuencë. E zëm sikur kjo është e vërtet, e zëm sikur është e vërtet. Pra, kjo histori. Por duhet të dini që çdo gjë është frekuencë. Pra, vibrimet janë ato që ne flasim, mendimi ynë, lëvizjet tona, pra çdo gjë. Dhe në këtë rast, edhe në qoftë se ka me fjalë telepatia, çdo gjë. Në qoftë se ka një hipnoz me anë të telepatisë, në këtë rast ti e frenon, sepse nuk mund të i kaloj atë barierën, si mund të quhet, ajo barikadën. Dhe është vetëm një mënyrë. Pra, kjo që të mbrohet nga, unë ja u thash sepse ka disa që dëshirojnë, ndoshta, të din informacione të tilla, përveç se kjo është një histori që na i kanë treguar dhe unë, si gjithë të tjerat, një histori misterioze ja u tregova. Por ndoshta dikush mund edhe të ketë probleme të tilla, pra gjatë natës të bllokohet. Në qoftë se ti bllokohesh gjatë natës, kjo është vetëm një mënyrë.
vendos një nga këto në kokë, nuk diskutohet që të flesh me këtë gjithë natën nuk është mirë. Nuk është mirë sepse janë gjëra jo natyrore dhe normal që, por në njëri që ka të domosdoshme, është vetëm një mënyrë, të paktën kështu thuhet nga ekspertët. Megjithatë, do të dëshiroja një komentim tuaj, ju çfarë mendimi keni dhe nëse dikush nga ju, ndoshta, kërkon që të kontaktoj me forma të tjera jete, nuk është kjo forma për të kontaktuar, por për t'i parë ata, nëse ata shfaqen, është vetëm një mënyrë me fjalë që të vendosësh diçka, sepse tregohet që ata jetojnë mes nesh. Dhe e vetëm një mënyrë që nëse do që ti shohësh, duhet të mbulohesh me këtë. Shiko, kohët e fundit, kjo teknik është shtuar shumë. Unë këtë e kam thënë dhe e kam shkruar që në vitin 2008-2009, por po ja u them tani, sepse ndoshta dikush nga ju nuk e dinte. Hajde, pres komentet tuaja, më thoni se çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse ndonse duket një argument banal, është e jetës sonë të përditshme. Pra, një mister, një enigmë, sepse çdo gjë që na rrethon është mister, apo jo. Kështu që pres komentet tuaja. Çfarë mendimi keni? A ju pëlqen kjo si histori? A është e vërtet për ju një histori e tillë, apo ndoshta ai ka patur ndonjë problem, ndonjë halucinacion? Megjithatë, Roberto akoma sot ka disa gjëra të çuditshme të tjera që do t'i diskutojmë në një moment tjetër. Bile, kur të shkojnë nga ato zona, pra Milano apo Torino, do e takoj dhe ndoshta do bëjmë një video së bashku, sepse është shumë i informuar për këto argumenta. Dhe të paktën e ta njihni që t'i bëni ndonjë pyetje, ndoshta ju jep edhe ndonjë përgjigje. Kështu që kalofshi bukur. Ju përqafoj.